Për të blerë fruta perime në kryeqytet, së pari konsumatorët duhet të mendohen mirë se ku do t'i blejnë ato. Ky është shqetësimi kryesor i qytetarëve që ka të bëjë direkt me shëndetin e tyre. Tregjet ushqimore të kryeqytetit, për shkak se ka një kohë të gjatë që janë ndërtuar, por mungesë investimesh apo mos mirëmbajtje nga ana e tregtarëve, janë në gjendje të mjeruar. Gjithkund shikon që fruta perimet janë të ekspozuara në mes të pluhurit, baltës, afër koshave të mbeturinave, duke ofruar një produkt të cënuar për konsumatorin. Tregje të tilla janë ai i shuzinës Dinamo, i cili është më i madhi në kryeqytet. Në këtë treg janë bërë investime pasi banaqet ku shesin tregtarët janë brenda, të mbuluara dhe në gjendje të mirë, por që lë për të dëshiruar nga ana higjieno-sanitare. Tregtarët janë ata që kanë një pjesë të përgjegjësisë për të mbajtur pastër ambientin ku tregtojnë, megjithse nuk ndodh. Në këtë treg vëreja që një pjesë e tregtarëve u shmangen taksave, duke u vendosur jashtë tregut dhe duke shitur thuajse në rrugë. Ndërkaq në gjendje edhe më të keqe është tregu ushqimor në zonën e porcelanit, i cili ka nevojë për ndërhyrje emergjente. Çatia e improvisuar e këtij tregu, e mbingarkuar me arka, duket sikur do të shembet nga momenti në moment. Përveç fruta perimeve në këtë treg shiten edhe produkte të bëlmetit në rrugë, midis pluhurit dhe kontenjerëve të mbeturinave shumë pranë tij, gjë që vën në rrezik jetën e konsumatorëve. Pikërisht për rregullimin e kësaj situate, shoqatat e tregtarëve japin propozimet e tyre. Sipas presidentit të shoqatës kombëtare të mbrojtjes së tregtarëve dhe tregut, Niko Zherdi, tregtarët janë të gatshëm që të bëjnë një marrëveshje me Bashkinë e Tiranës, që të investojnë vetë për rregullimin e tregut ku shesin dhe bashkia të mos u mbledh taksa për një periudhë të caktuar. Shko te tregu ushqimor, i ketë gjitha për jashtë. Te tregu madh ushqimor. E ke tregun për jashtë, që s'lejohet të kurrë dhe ne çuditemi, kemi 10 vjet që e ngrëm këtë punë dhe nuk e bën Tirana. Që i kemi kërkuar bashkisë që këto investime, kjo infrastrukturë e tregut të bënet me shpenzimet e tregtarëve dhe të zihet në kosto tregu dhe të rregullohet për një vit mos marrë taksa bashkia. Kështu e ke tek porcelani, kështu e ke tek rruga e Elbasanit, kështu e ke karshi shkollës usharake, më kupton apo jo, kështu e ke në Laprake, ke në vende të tjera, kudo Tirana është e kësaj natyre. Pra, kemi tregun formal, kemi dhe tregun informal. Po ashtu një shqetësim tjetër janë edhe tregjet ambulante. Fermerët që vinë nga periferitë e kryeqytetit shpesh zënë një cep rruge kudo që të jetë ajo dhe shesin produktet e tyre. Por kjo situatë rrezikon jetën e konsumatorëve të cilët për shkak të afërsisë me banesat e tyre prirën të blejnë këto produkte ushqimore që kanë qëndruar të ekspozuara mes pluhurit, atmosferës së nxehtë apo dhe baltës së shiut në rastet kur është koha e keqe. Për zhdukjen e këtij fenomeni të dëmshëm, Zherdi propozon ngritjen e një tregu ambulant. Tani që jemi dhe në kohën e frutave që kanë çik fruta ka protokolle molle, këto që kanë një çikushe më të disfavorshme për ruajtjen e tyre, i ke në rrugët e Tiranës. Shkon në të gjithë rrugët e Tiranës, i ke që tregtojnë për jashtë. Të gjitha këto. Pra, tregu nuk po vihet në fre. Kemi tregun informal. Tregu informal e kam thënë dhe herë tjetër dhe vazhdon ta themi dhe nuk hyn peron tek bashkia, sepse bashkia ka punën e saj, neve flasim kot që na ke, me gjithë faleminderit që na keni preferuar e keni ardhur sot, por për sa i përket kësaj pune, tregtarët formal janë në vuajtje, paguajnë taksën, paguajnë tatimet, paguajnë të gjitha në krahasim me ata që janë për jashtë informalët. Ai informaliteti vjedh shetin, e kam thënë edhe herë tjetër, vjedh edhe shokun që paguan taksin e tatimet, vjedh edhe qytetarin. Se ai i thotë që ta jap 100 lekë më të lirë, po ai ja ha në gramatur, në qoftë se i vetë atje se mos e shikon kandarin ai qytetari. Sepse ai që vetë merr në rrugë, niveli i konsumatorit dhe niveli i tregtarit që i kemi dy lloj nivele, pikërisht. Dhe ai në këtë drejtim duhet ta ketë ai që vetë merr atje për jashtë, patjetër që ka pikërisht atë nivelin e pikërisht, niveli është pak a shumë. Mirë, po neve si tregti duhet të mësojmë konsumatorin, të ta marrim mallin në kushte të mira, higjieno, sanitare, kulturore etj. Prandaj ne duam që kjo punë të jetë në kushte të mira, ashtu siç është gjithë Evropa, siç është gjithë bota. Kudo që të vesh në qytetet e mëdha dhe të vogla të botës nuk ke kështu në për sokak të shitet malli. Ka mungesë organizimi. Pikërisht kjo ekziston, sepse ka mungesë organizimi. Ne si shoqat i propozuam bashkisë vitin e kaluar, ka më se një vit, që i kemi propozuar të ngryri një treg ambulant vetë lëvizës me mbi 100 tregtar, me artikuj fruta perime, me qikurina, me gjëra të ndryshme, dhe këta një ditë jenë në kombinat, një ditë kino studio, një ditë në Laprakë, me një grafik të caktuar dhe të shëtisin në për Tiranë për të hequr ose për të eliminuar tregun privat që shitet rrugës, për të hequr atë. Dhe këta edhe do të furnizojnë qytetarit.
por edhe do të influencojnë në diferencim në uljen e çmimeve. Se me domosdo do t'i kenë një çik çmime më të diferencuara në krahasim me të tjerët që janë brenda tregjeve edhe që shiten. Këtë shqetësime evidenton edhe shoqata e konsumatorit shqiptar. Kreu i kësaj shoqate Islam Cani shprehet se tregjet janë në gjendje të keqe dhe ky është një rrezik për konsumatorët. Ai sugjeron kontrolle të herpashershme dhe zbatimin e ligjeve të cilat janë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Rreth këtij problemi ne kemi shumë ankesa dhe qytetarët janë shumë të shqetësuar. Natyrshëm që ne ligjet i kemi të mira. Edhe ligjet i kemi tamam me komunitetin evropian dhe vazhdimisht ato janë përmirësuar dhe unë mund të them që ligjet tona janë, po të zbatohen, janë shumë të mira dhe shumë mundësi që ato të kenë efektin në treg. Por zbatimi i ligjeve për mendimin tim, edhe për konsumator që janë kohën për ditë, ato nuk zbatohen, nuk gjejnë zbatim, janë më shumë kontrollet janë fiktive, janë fushata, janë më shumë publicistike se sa në zbatim të ligjit. Dhe si ligji i ushqimit, edhe ligji për mbrojtjen e konsumatorit janë bërë me ndërhyrjen ose me pjesëmarrjen e europianëve, të specialistëve të tyre, të standardeve, të cilësisë. Kështu që unë them që ligjet tona janë të mira, por kërkojnë zbatim. Ne tregjet i kemi për ditë të zezë, domethënë, sidomos ato për fruta perimet, ato janë disa ide, kanë futur sipër atje sa dërraca, sa arka ke mulim me plasmas, pikon, janë të shumtuara, janë të pa jo higjienike. Unë nuk e di se gjithë kjo armat që kemi ne si autoriteti kombëtar i ushqimit, ashtu edhe sektori i shëndetësisë, që për sigurinë e ushqimit, për sigurinë e konsumatorit, ato për këtë paguhen, ne konsumatorët janë taksa pagues, ato i paguajnë këto, ato duhet kryejnë shërbimin ndaj tyre, ato duhet të kenë rreptësi të vazhdueshme, kontroll të vazhdueshëm, jo kontrolle fushatash. Konsumatori është i pasigurt. Marrim një problem tjetër, që konsumatori është i pasigurt. Njerë ne nuk marrim kulturën e tregut me këto tregje që i kemi, qoftë në kryeqytet, qoftë edhe në shkallë vendi, gjithkudo. Tregjet i kemi shumë të vjetruara, shumë të prishura, të pakujdesura, ose të marrësh edukatën e konsumatorit, vetë në blerje, jemi duke u mësuar të blejmë në për rrugë, të blejmë në tretuare, të blejmë në mënyra primitive në kovë, të shitet gjiza, djathi, në për ato kova që lajnë e pastrojnë, ato merren nxjerren në treg, shiten nën produktet e qumshit. Kështu edhe nën produktet e mishit ose mishi tjetër ka një pa besim, vetë konsumatori s'ka besim, po s'ka se ku të blej, s'ka ku të gjej një treg të mirë, edhe ato dyqane që janë, që shesën mish, nuk janë tamam të në kushtet higjieno-sanitare si që duhet të jenë. Pra, kërkesa e ligjit është i dobët. Ndërkaq, përveç ndërtimit të infrastrukturës, shoqata tregtare kërkon edhe rishikimin e taksës vendore mbi tregtarët dhe zbutjen e diferencës midis kësaj tarife mes tregjeve private dhe publike. Taksat vendore ka një vendim qeverie 8432 në të 4-s, në të 6-s janë marrë disa herë vendime në këtë punë, që kanë të diferencuar, shteti merr më lirë taksat vendore. Taksat vendore në për banaqe për tregun tregtarin e vogël, merr më pak në krahasim me tregun privat. Po në Tiranë ka shumë tregtar privat dhe në krahasim me tregun privat e kanë shumë të rritur taksin vendor. Taksin vendor e kanë 3, 4 deri në 5 herë më shumë se sa taksa vendore e shtetit. Kështu që mendoj që edhe këtë punë ta studioj një çik bashkia, ta studioj dhe qeveria se kudo në vendet e tjera dhe të bëj një marrëveshje me tregtarët privat, me tregjen private, me tregun privat, për të patur një diferencim më të ullët, sepse kjo gjithmonë influencion në rritjen e çmimit
paksimin e shitjes dhe me domosdo dhe falimentimin e tregtarit pasaj në qoftë se do të kemi këtë me të punë. Tregjet ushqimore në kryeqytet janë në varësi të njësisë bashkiake të cilës i përkasin dhe prej kohësh nuk është bërë asnjë ndërhyrje për përmirësimin e gjendjes së tyre. Për sa kohë tregtarët të jenë në pritje të investimeve për rregullimin e një territori për të cilin paguajnë taksat, qytetarët duhet të bëjnë kujdese ku i blejnë produktet që konsumojnë.